Ishim të aksi rrugor Librasht, Elbasan. Librasht, i gjitha prenjas Elbasan, po themi të blokimi... Kishte një trafik të shtuar. Po dhe një ndër arsyet, sipas zotit Haushë, ishte futja e shoferëve në kundërshtim. Po, është vërtet që ka pasur drejtues mjetër të cilat kanë kryer parakalime të gabuara, por ne, si policia shteti dhe policia rrugore e qarkut të Elbasanit, ka vepruar me shumë kujdes, duke ngritur edhe dronët fluturues në ajër dhe duke evidentuar këto drejtues mjetit të cilët kryeshin këto shkelje rrugore. Dhe nuk është e thënë që ky e filmuar këtu, por ai është filmuar nga larg dhe ka marrë masën e gjobës, është ndaluar më tutje nga patrullo policisë dhe ka marrë një masë gjobe administrative, sipas kodit rrugor. Pra, ne duket sikur nuk të lutem, ne dukem sikur nuk na shikon njëri. Jo, do bëjmë një paralelizëm. Jo, ne duket do të bëjmë një paralelizëm me policitë e huaja, se si veprojnë në këto raste. Tani unë dëgjova me shumë vëmendje. Jo, dakor. Zoti ekspert, tani. Dakor. Nuk është masa, nuk është gjoba. Të lutem, më thatë për shkecit. Jo, ai ka aq lek sa merr 10 gjoba nga ty dhe ai prapë punë do bëj. Ne jemi të detyruar të zbatojmë legjislacionin që kemi në fuqi. Cila mund të ishte zgjidhja? Ja kush është zgjidhja. Zgjidhja e parë njëherë është një punonjës ose dy punonjës të policisë, se bëhet fjalë për kilometra, me motomjet, i cili ka mundësi të eci, me megafon, le të flasi se nuk lodhet. Të lutem ta mbarojmë, këto nuk i ke pas asnjëherë, ti ke 10 vjet. Jo, i kemi. Këto gjëra i kemi. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Kur ta dëgjoj më parë, po një sekondë të lutem. Pra një punonjës policie me motor, me megafon, të nderuar qytetar, mos u mërzitni se për arsye punimesh ka trafik shtuar dhe numri i mjeteve njësinë e kohës. Ju lutem ruani qetësinë, e para. E dyta, në kushte specifike, ndërhyn policia, unë them kam raste, ku ndërhyn të policia, jo vetëm ky sqarimi, sepse të qetëson shumë nga pikpamja nervore, ti je vetë drejtues mjetiva. Në qoftë se ti rri në një vend, mbi çerekore, nervozizmi të arrin në atë shkallë sa ti në momenti që hapet ajo pak, e shton gazin dhe ndotin ato për plasjet e vogla. Apo e kam gabim? Pra, çfarë duhet ta shtojnë gazin për? Shikoj. Dhe polici duke bërë këtë rrugë, ai që do marri gjobën më vonë, nuk është nga ata trima kur shikojnë polici që të e kanë rrugë. Sepse mi tatola me një falso që vendosit e rrugerinasit, e ulin gjithë shpejtësinë, dikur. E mban mend? Vendosit sa vetura falso. Po. I mban mend? E mbaj. Si uli shpejtësia. S'ke gjeri fare. Madje një prej tyre është akoma në segmentin Lushe Berat. Jemi në rregull? Paktën aty e kanë. Pra, në këtë pikë pamje, ne nuk jemi aq trima përpara kësaj situate. Pra, prania e policisë, unë po them mendimin tim të lirë, sepse nuk kam gjë me policinë. Unë sa e kam respektuar unë policinë dhe kur ka punuar mirë i kam thënë, se njëta situata ndodhe brenda Tiranës. Jo, unë nuk desha... Mbëshien sikur mbëshien, nuk janë pranishëm. Të lutem, unë e kuptova idën tuaj. Dhe ne, po ju themi, po ta shikojmë edhe rrugën interurbane kryesore. Tiranë-Durrës, ne kemi futur motora policie në patrullim. Edhe këtë aks rrugor që u thoni, ne e kemi kompletuar me motora policie, me mjete policore, që e bëjnë këtë patrullim. Nuk keni rastisur ju.